Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vlezër, atë janë fiq. Kemi ardhur në një fshati e Tiranës, ose mund të themi Kamës. Alhamdulillah, i fshati Kasalla. Edhe kjo është rrethi xhamia i fshati Kasall. Kemi ardhur për të bërë mësimi me famit, ose mund të themi për gjaula. Edhe alhamdulillah jeni duke para sa hiri me xhamia. Kjo është i fshati momentalisht, ja shifni frutat janë të mashallah afër xhamia. Edhe jemi duke hyrë në xhamia. Kjo është imam Avni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah. Si jeni mirë, alhamdulillah. Si quhet emër? Po mirë. Po jo mirë gjë? Mirë, alhamdulillah. Si quhet ju? Ja, emër? Ali, mashallah. Ali ishte shoku Profet alayhis salam, i pari që ka pranuar Islam në fisin e tij. Unë nga India. Nga një 20 vjet që është në Shqipëri. Po, alhamdulillah. Mashallah, pas kam shkruajtur atë. Ato turqit janë më që kanë qenë të adventisti, kanë pasur klinikë ata. Po, ashtu që Jasini, dentist. Unë me atë kam reguluar. Foshin shqip bukur fol. Jasini, po, shumë mirë. Në bëj shumë qejf, mashallah. Mashallah, vlezëria e takuam me një namazli, edhe bën qelsat e xhamia, quhet vlla Aliu, falet namazi këtu. Edhe kjo është hyrje xhamia i fshati Kasalli, mashallah. Xhamia i vogël, bukur, i pastër. Inshallah Allahu mbush plot me namaz me njerëzit. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.